Sot ditë shumë e dhimbshme dhe e rëndë për Leonora Jakupin, ajo s'mund t'i mbaj lotët kur flet për këtë humbje. Leonora Jakupi ka kujtuar babajnë e saj në ditëlindjen e tij me një mesazh shumë prekës, duke shkruar se as fjalët nuk kanë kuptim sa një përqafim i munguar. Me tone plot mall dhe dashuri, këngëtarja e ka quajtur teatrin Engjëlli im, duke treguar se mungesa e tij është e përditshme dhe veçanërisht e ndjeshme në data të veçanta. Në këtë postim emocional, Leonora ka folur jo si artiste, por si bi, duke ndarë një moment shumë intim me ndjekësit e saj. Reagimet kanë qenë të shumta, me komente mbështetjeje dhe ngushëllimi nga publiku. Mesazhi i saj është një dëshmi e lidhjes së fortë prind, fëmijë dhe e dashurisë që mbetet e gjallë edhe përtej mungesës fizike, duke e kthyer kujtimin e babait në forcë dhe dashuri të përjetshme. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.